Sonte është nata e 27 e Ramazanit dhe shpresohet që të jetë nata e kadrit në përgjith ulemat dhe në përgjith medhhebet e kanë të një mendimit që në bashku që nata e kadrit, dhe më thonë rrugët e natën e 27. Në shpresohet që të jetë nata e 27. Si mbas diturisë tonë që e kemi të pakt, nuk kemi të sigurt, po jemi të pakt, po vrejt edhe nata që qielli është i hapur, ylzët janë ndriçune, është një frym e nxehtë, apo nuk është një frym që po të bën dëm, është një natë e qetë. Dhe shpresoj që të jetë kjo nata e kadrit. Nga se njerëzit gjithmonë e dinë që nata 27 edhe afrohen, edhe mëshira e Allahut azza xhel është e madhe shumë. Edhe Allah azza xhel kur i shën njerëzit që po afrohen, i ka plan mëshira Allah, ndoshta Allah azza xhel e lën këtë natë. Allahu alem, gjitha janë domethënë fjalë që shpresohet të rrim gati na çoj kjo natë apo natë të tjera. Pastaj vëllezër hadithin e profetit sallallahu alaihi wasallam, من قام الليلة قدر إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Domethënë për Ameri për e cilësan që natën e kadrit me nkame, kush falet në natën e kadrit. Do të mundu që natën e kadrit me bëj ibadet, adhurim, me bëj lutje, me bëj dhikr, me përmend Allahun azza wa xal. Mos më harro dhe lutjen të cilën Aisha e kam mësuar për profetit, në qoftë se arrit nata e kadrit, e vremi që është nata e kadrit, çka më thonë, tek më thonë, mos më harro dhe lutjen, e cila është Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Domethënë kjo është një falje tek Allah azza wa xal, që nata e kadrit në kuptohet me këtë lutje, që gjithë adhurimet tona, e gjithë agjerimi jon, e gjithë leximi i Kuranit, kështu me radhë, nuk ka mundësi me arrit vetë se me shka edhe afwa prej fjallës e Allahut, prej faljes e Allahut azza wa xal. Në qoftë se Allah nuk na fal, atëherë nuk ka që na bëjnë dobi veprat tona, subhanallah. Mi po do të kërku faljen e Allahut azza wa xal. Po ju vëllezër, edhe këtë natë do të mundohemi me shpjegu të njëjtën ligjërat dhe me vazhdu në temën tjetër, shpejt për zakatul fitr, që këto momente na ju tregojnë e thojme që xhamia e Liman e ngrumbullan sadakatul fitrin t'ju, e ngrumbullan e çan Kosovë atje dhe atje kryhet amaneti juve në ushqim. Pastaj vëllezër, por zakatul fitr është wahia faridatun ala al-kabir wa saghir wa dhakri wal untha wal hurr wal 'abd. Zakatul fitr është obligim qoftë për të madhin, qoftë për të voglin, qoftë ai i cili është mashkull apo femër, qoftë ai i cili është i lirë apo është rob. A thonë, zakatul fitri është për krejt krijesat e Allahut që janë musliman, edhe ata që kanë agjëruar, edhe ata që s'kanë agjëruar, edhe ata që prej nanave tona apo motrat tona në shtatzan, edhe për fëmijën e tyre ata duhet me dhanë zakatul fitri. Pastaj vëllezër tregon Abdullah e thotë, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr min Ramadan sa'an min tamrin aw sa'an min ash-sha'ir. Tregon Abdullah thotë që me vërtet pejgamberi na ka obligu këto që zakatul fitr në Ramadan tipet një sa'an. Kjo sa'an ka qenë mbushur qoftë me hurme apo me llojet e elbit. Çfarë nuk kuptojmë fjalën e elbit? Çdo sen e cila mbledhet në tokë dhe është në formën të elbit. Sikur që është gruni, është pasuni, është orizi, janë do kokra të tjera të kuqe që janë ata, edhe ata domethënë bën një dhon për zakatul fitr. Kana Uthman yukhrijuha an al-hamli, një të gjashtë e Uthmanit që i obligonte sahabët me nxjerr zakatul fitrin edhe për kon, edhe për ata gratë që janë shtatzan. Andaj ne kemi si të obligueshme prej profetit, prej fesë tonë nga ana Allahut azza wa xal, që në sofrën tonë për antarët e tonë me nxjerr zakatul fitri. Me nxjerr ata kemi të obligueshëm. Kur i jepet ky zakatul fitri, i jepet domethënë para namazit. I jepet domethënë para namazit bajramit. Ai i cili jep në namazin e bajramit nuk llogaritet me zakatul fitr, llogaritet domethënë
si me qenë sadaka dhe jo me qenë dhe më thonë zekatul fitr. Inna Allah shara alekum fi khitami shahrikum hadha an tuaddu zakat al-fitr qabla salati al-Eid. Allah azza jalla ka obligu një gjë të tillë që e ka bërë ligj në muajin e Ramazanit me dhënë zekatul fitr para, domethënë para që të falet namazi i fitr bayramit. Më pas o ju vëllezër, qali Ibn Abbas فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائمين من اللغو والرفث. Pastaj po tregon Ibn Abbas që më vërtet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka bërë të obligueshme zakatul fitr me dhënë, e cila është pastrim për agjerimin. E pastron njeriu agjerimin e vet dhe me shërbimin, ase ka mundësi gjatë agjerimit njeriu me ofendu, me shajt, apo me fol për vëjem atë ngjeshëm me ta. Ky zakatul fitr është pastrim për ta. Domethënë e mbron agjerimin tonë. Nuk e lënë që me të shkua agjerimi jot i paksum, po i plot dhe pastran agjerimin tonë. Ebu Sa'id al-Khudri tregon thotë, kuna nakhriju yawm al-fitri. Selam Ebu Sa'id al-Khudri thotë, kuna nukhriju yawm al-fitri fi ahdi nabi sallallahu alaihi wasallam sa'an min at-ta'am. Thotë Sa'id al-Khudri tregon thotë ne kemi nxjerr, domethënë zakatul fitr në kohën e profetit sallallahu alaihi wasallam, e cila ka qenë një sa'an me ushqim. Pastaj tregon një sa'an me ushqim sharapat, thotë wa kana ta'amuna sha'ira. Ka qenë domethënë ushqimi i tyre sendet e erbit pitok o sendet më të vogël që janë. Zebib ka qenë rrosh i thatë, wal aqit ka qenë edhe kasa shapësirët kja që nxirr prej lopës apo prej sende, nuk e di shqytëm të atë vjetrit. O temër ka qenë të njëjta gjallë edhe hurme. Sa do të jetë domethënë për një person zakatul fitr? Zakatul fitr për një person, e gjithë ulemat e kanë shtu ka thonë 2 kg edhe 400 gram, e për tëve kanë thonë edhe 3 kg. Domethënë te shkon në një vend dhe i thu shembull, sa janë 3 kg, sa boj? Sa boj 3 kg, edhe ai që shet tregon, shembull të bata 3 kg kushtojnë 10 euro. Tim person familjen tonë kemi dhënë 40 euro. Sa e vladi ki, sa është familja ju të gjanë, se cilë dhe në thonë 40 euro edhe e jep zakatul fitr. Dhe kja i takon domethënë vëllezër fukarave. Prej meseleve që rrokët, a bën me dhënë në pare? Jo, nuk lejohet me dhënë në pare, se në kohën e profetit kanë qenë paret, po nuk e ka dhënë pejgamberin pare, e ka dhënë në ushqim dhe i ka mësuar sahabët në ushqim me dhënë. Një mesele cila rrokët me ta, vendin tonë për shembull, këto që jetojmë na, jemi gjithë pasër dhe nuk ka njerëz varfër. A banna me mbledh zakatin fitr domethënë, edhe me dërgu me një vend. Po, ban nuk ka gjë të keqe. Qysh me ban xhamia, e mbledh zakatin fitr t'ju, e çan vendin në Kosovë atje është njëri kryen amanetin, edhe me ushqim domethënë. Mirë, a ban me dhon në e njohi familjen tonë, se cilë për familjes tonë e njohi që ka fukara, me a qua aty edhe ata me në kryen amanetin, po, kur gja nuk është, ku e din të mas mirë ti, që te ta kryen amanetin, që në familjen tonë, që kushjet tua, kush dhe që ta kryen amanetin qysh do, në ushqim, jep edhe tek ata. Pasaj e vëllezër me këtë meselë e cila rrokët është edhe kja, zekati. Allah zërë në tregon Kur'an thotë, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Thotë me vërtet në pasurinë e juaj që e keni është hak, obligim që me dhënë atë hakin, atë mundësien pasurisë juve që e keni, me dhënë tek familjet që kanë nevojë, tek fukarat. Pastaj Allah zërë në tregon ju vëllezër që në Kur'an sa që ka ardhur namazi, ka ardhur zakati. Wa aqimus salah wa atuz zakat.
falë namazin, jepni zakatin, falë namazin, jepni zakatin. Dhe ju dini bashkëmirë që mbas vdekjes profetit sallallahu alaihi wasallam se qysh kanë fillu arabët mës me e dhanë zekatin duke menduar sa po gjallë ja kemi dhanë profetit. Ka vdek profetin, a nuk e japmi. Atëherë u quaj Abu Bekri edhe ka bo luftim me arab, ka bo luft me arab, ka deri sa na japin zekatin. Dhe ka pru da më thonë Abu Bekri argumente shumë të forta simbas ajeteve dhe të haditheve që zekati është obligim me dhanë. Dhe tregon Omeri thot, kur e kemi ndëgju thot Abu Bekrin, thot e kemi kuptuar super atimi zbrit wahi, shpallje, aq mirë që ka kuptuar dinin, fenë Allahun, fenë Allahut azza wa jall. Pastaj u vëllezër ky Islam, bunjel Islamu ala khamsi, fa dhakra minha ita'i zakat. Islami është ndërtu mbi 5 shtylla, për tëve që është ndërtu është përmend edhe dhënia e zakatit. Dhënia e zakatit. Asnjë adhurim nuk ka që kundërvijet, nëse ti nuk e ban, por është namazi dhe zakati. Me po mëse po namazin, e mëse në zakatin, Allahu ka me dënu. Dhe i shohim tash argumente. Allahu dhe thot në Kur'an: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. Ata të cilët e ngrumbullojnë zakatin, ata të cilët e ngrumbullojnë zakat, ata të cilët e ngrumbullojnë, domethënë dukatin, dheheb, wal fidda, apo e ngrumbullojnë edhe sërmin, wala yunfikunaha, dhe nuk e japin zakatin prej saj. Qofta e pare, që ban tregtime ta, qofta e që është dukat që gjindet e mojnë shpek shët me radhë dhe nuk janë për ta zakatin. E beshirhum bi adhabin elim. Allah më thëtë përgëzaj ata me një dënim të ram, me një dënim të dhimshëm. E ju lezër, Allah të gjena të regan, pasaj thëtë, jo me juhme alejha fi nari jahannam. Atë dit, ata do të shkrihet me ta pasuria jote, që te ki grumbullu dhe nuk jep zakatin për sajna, do të shkrihet në zjarë xhenemit, Allah na rujt një gjë të tillë e ngjashme. Me ta do të hengër ju në zjarë xhenemit. Nëse Ibn Mesudi për këtë ajet thot, ju vendoset në zjarë pasuria e tij mbi trupin e tij dhe shkrihet pasuria e tij në trupin e tij. Shkrihet pasuria e tij në trupin e tij. Në zjarë xhenemit, Allah na rujt qoftë ajo që është prej dukatit, që e mbledhë njerëzit, qoftë ajo që është prej parave, pasuria do të djegët me ty, Allahu na ruaj. Kjo është rreziqi atyre që nuk e japin zakatin që e kanë të obligueshme. Pastaj u lezën në hadith tjetër ka ardhur: men ataahu Allahu malan falam yuaddi zakatahu muthila lahu maluhu yawm al-qiyamah fi surati shuja'in adkhara'a. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë kur ju është dhënë pasuri, pare, dhe nuk e japin për kësaj pare zakatin, thotë në ditën e gjykimit, parja atyre do të bëhet, domethënë në formën e një bolle, në formën e një gjabri të madh. Pastaj tawqan hawla unuqi, do të rrethëkan në qafën e tij, në trupin e tij dhe e shtrëngan. Edhe i del për para, e kafshan me kafshimin e tij dhe i thot: fol, ana maluka, unë jam pasuria jote, që ti se ke dhënë zakatin që e ke pasur të obligueshme. Pastaj hadithe tjera thot: suffihat lahu safaihu min an-nar. Ata që nuk e kanë dhënë zakatin e pasurisë tyre, do të shndërrohet e gjithë pasuria tyre në hekër komplet, dhe trupi i tij do të lidhet komplet, pasuria e tij hekër shndërrohet, lidhet komplet, domethënë hekër dhe vendoset në zjarr xhenemit. Domethënë shkrihet mbi trupin e tij krejt pasurinë që e ka pasur. Shndërrohet në hekër, e pastaj ndjen edhe trupi, djegën zjarri xhenemit, po edhe ashtu djegën, ai hekër shkrin në trupin e tij, e cila është pasuria e tij. Allah na ruaj. Pastaj u lezër zakatin e lloje. Kemi llojet e zakatit. Zakati i parë është
el-khariju min el-ard, ajo cila nxjerrët prej tokës, el-dhahab, ajo cila është prej arit, dokatit, el-mal, zakati i parës, pasurie që ngumbullon njerëzit, et-tujara, e tregtisë, edhe e fundit zakati behimetul en'am, zakati i baktile, i kafshëve. Sa i përket tokës, na nuk kena me i, se ka ndryshu situata për situatës. A thonë, këtë shkrim që e kumë bone ka qenë nëse ka bosha para 4 viteve, që është ka ndryshu, është rrit, da më thonë pagat, në rrit taj, në rrit tokë, da më thonë qmimet e çdo sen, ndryshan, dhe nuk po kam qërë me i cek one që me gabu. Mi përna do të nami të pasuria e cila është edukat, e cila është pasuria zakati që mbledhin njerëzit prej pareve. Sot do të me qenë nisabi i pareve për me dhanë zakatin e pareve. Shumica ulemave nuk e llogaritin, ma në mend të gjemat. Gjemat se dhe nuk të merë gjumë për ndukët edhe juve. Gjemat, ulemat nuk e llogaritin zakatin e pareve me dukatit, sidomos këtë kohë. E dini sa kara me pa tepër me dhanë zakatin, 12.000 euro në qoftë se i ki ti të me dhanë zakatin. Ase si ulemat nuk e pranojnë. E gjithë ulemat e cekin që zakati i bët me cërmi 595 gram. Kushdo për juve që i ka 1.400 euro të paluta janë zënë 1 vjet për që sajnë atë ke me dhanë zakat. E sot vjen me dhanë 35 euro. 35 euro, ma shumë jo. Që që llogaritne zakatin me çmimin e sërmit, argjendit. Mos harroni këto. Me çmimin e argjendit. Ai cili ka, sa është nisabi? 1.400. 1.400 euro është nisabi. Kushdo që i ka 1.400 euro, ja kanë zanë viti. Për që të me 1.400 ka në dhona i zakat. Po i ka 1.200 se jep zakatin. Po i ka 1.000 se jep zakatin. Që ti ban 1.400 ka rrit nisabi për me dhanë zakatin. Sot do të me dhanë 35 euro. Ndërsa, për ata të cilët janë me dukat, i vetëmi me dheb që e pranoj me dhanë me dukat, është me dhebi Hanefi. Pse është me dhebi Hanefi? Se këta Hanefi kanë qef në shkojnë, kanë qef për të marrin shumë. A për kuptan? Ata nuk shyrin që me 35. Ja, për të marrin shumë. E jo, kjo nuk e përqenë ulemat tjerë. Logaritet me kon, logaritet me sërmit dhe jo të katit. Nisabi, sot do të me qenë grami i dukatit që për me dhanë. 85 gram, da me thonë do të me qenë pesha, 85 gram. Mirë, sa i bjen 85 gram? 85 gram për apër se qyshe kënë logarit, 12.000 euro, 12.000 pot paluta tani ti për me dhanë zakatin. Pa në ndaj. E sa i bjen tani me dhanë për 12.000 euro, 300 euro. 300 euro i bjen. Mirë, na këtë mendim nuk e marrni. Shumica ulemave marrë mendimit cërmit. E dini pse jo vëllezër? Se me bumi ani që shtot me dokat, ka me met fukarat pas zakat. Ka me met. Se kush ti ban ty 12.000 euro një palun vet? Vesh një njeri pasur shumë. A mo 1.400 që ti bujmi 3 muj këti kemi. A në tanë? Shëtë që ja opmi hakin që me i tanë feja Allah të zëgjet, ose të shdu këtë kështot Allah në rujt zekati. Këta janë u i lëzër disa sende që na i cekëm rreth zekatet fitër, rreth llojet e zekatit dhe falem fund për zekatin e pareve, nisabi është të mëra. Allah të gjena bukja të dhe jarë për që e krym amanetin e Allah të zëgjet.